Për shembull, më fal, ka pas raste prej këngëtarëve që nuk du mi përmend kështu me emra, është dalë një fëmijë në skenë me përqafu. Okej. Qaq, më falin shpreje, arrogante u konë, sa që ka larguar fëmina i ka pas vetëm 4 vjetë. Edhe normal që unë si sigurim ka du me ndërhyjë dhe me kap fëmin për mës me lëndu. Ajo nuk është i mirë për shkak që veç ajo që është këngëtar ose që është e famshme, ata du të më konë shumë të thjesht edhe do më thonë me përqafu të gjithë ata që i kanë përreth. Jo, mos e përzini protokollin ose mos e përzini punën me arrogancë, sepse është në vend punës. Nëse një artist është në skenë, është të performu në skenë, me shku një fëmi 4 vjeç me përshaf, atina i kushton 1 minutë. Tani del edhe një fëmi tjetër, tani del edhe një fëmi tjetër, tani del edhe një shik, tani del edhe një djalë, edhe atina i shkon poshtë performanca, tu u marë me publikun. Jo, për ata është sigurimi. Për ata mirë sigurimi nuk e lënë me bo, as të lashe, as më lëndu këngëtari, as më lëndu fëmija, as më lëndu kërkosh. Për ata janë edhe kompanitë të sigurimit, po nuk është arrogancë, po nuk është arrogancë. Është arrogancë për shembull nuk mundet, nuk është e tolerueshme, përse bie këngëtare me më falni shprehje më shku për mas tashti, edhe mes me pas bënim një si respekt diçka për një fëmijë, se mund me pas edhe fëmijë për veti. Qyre, unë po thamë ndryshojnë rrethanat, sepse nuk mund është se cilit mja dhonë vëmendje në duhur. Nuk mund është se cilit mja kushtu kohën. Ta shqaj x këngëtari që ti po e përmen. Nuk ka kohë as mundësi mja kushtu vëmendjen se cilit aty ka pas 5.000 vetë nështë e ka pas për para. A se cilit ka shku për ta. Nëse se cilit mja kushtu ka 1 minutë, 2 minuta, 5 minuta, atina i shkojnë 50.000 minuta të mu marrë vesh me publik. Nuk e shkrejt publikës se man të i shku aty në skenë, po i është vish një 4 vjetë një fëmi, dhe me thonë. Se shkrejt publiku, se ta më puna krejt publikën ajo smunët. Njerëzit, kur shofi një, sulën të gjithë pastaj, e kupton, kjo është problemi. Po kush jemi na nëse nuk i kemi fansat e tonë, edhe si mundën me gjetë një mesatare, se edhe pa fansa nuk bën. Pa fansa nuk mund me rrit kërkosh. Unë menoj. Do shmi trajtu mirë, se që është tha dhe kjo, në shtatë vjen një, po tjertë nuk mundën me marë, se është sigurimi që intervenan. Gjithmonë në kanë sigurimin. Gjithherë është ajo pamja e parë që jep të publiku. Edhe ti kur të cilësh me një fëmijë që të vjen me të përqafu, sa i realisht nuk më shmi thonë, edhe në shtatë fansë, se është shumë i ri, është 4 vjetë, është veç një fëmijë. Edhe menoj që... Po jo gjithmonë një në gjendjen e njëjtë emocionale, sepse dhe ata presionin e kanë goxhat madh. Po ti ki drejt, po ti kur thesh në skenë do të me di që po dalë për publik, edhe momentin kur ti vendos me dalë të skenë, problemet do të me ilon jashtë, se ti po dalë për publik. Tjetër, po ato dalin... A ke dalë në skenë me performu, a ke dalë mi taku fansat? Unë menoj se të dyja, se kur dalë me performu ti shkon për fansa, edhe i takon fansat. Ti nuk e shku me... Takimi jëtë me fansa